Erdhën nga Shqipëria, nga Lezhë për një qëllim. Kryetari i Këshillit të Qarkut dhe kryetari i Këshillit Bashkiak të Lezhës erdhën për ta shpallur Gjergj Dedajn, qytetar nderit të këtij qyteti historik, po ashtu nderuan veprimtarinë dhe kontributin e tij në proceset e shtetndërtimit. Nderoj zotin Gjergj Dedaj, me titullin e lartë të qytetarit të nderit të Lezhës, është nisur nga fakti për të vlerësuar luftën e pashoq të kësaj treve dhe respektimit të martirëve të lirisë nga fshati Gusk, si dhe personalitetin e zotit Gjergj për gjithë sakrificat dhe kontributin e dhënë për vendlinjen e tij. Këshilli i Bashkisë Lezhë e ka për nder që në librin e artë të qytetarit të nderit të Lezhës ka tashmë personalitetin zotin Gjergj Dedaj. Gjergj Dedaj u nderua me titullin qytetar nderi, në bazë të vendimit unanim të Këshillit të Lezhës, i cili u mor një muaj më parë. Edhe Dedaj me këtë rast nuk e la pa ja dorëzuar kryetarit të Këshillit një dhuratë modeste. Dedaj u shpreh se këtë titull që mori ja dedikon martirëve të Guskës. Këtë mirënjohje unë e marr teknikisht, ndërsa shpirtërisht dhe moralisht ua kam dediku këtyre vëllezërve të mi, këtyre djemve, të cilët do të jenë këtu të pavdekshëm, do të jenë të gdhendur në këtë përmendore që çdo kalimtar që ka lënë këndej pari do t'i përkulet, sepse këta e dhanë jetën tu fillu prej Lindonit moshën 16 vjeçare dhe Nikolës nxënësit gjimnazit, edhe deri te goca Pjetër, i cili ishte pensionist. Ndërkaq, përfaqësuesi tjetër nga Lezhë falenderoi Këshillin e Bashkisë së këtij qyteti për dhënien e këtij titulli. Me këtë vepër kanë treguar që ne dim realisht të respektojmë ata që kontribuan për luftën shërimtare në Kosovë. Dim të respektojmë ata që kontribuan dhe luftuan për lirinë e Kosovës. Kurse i pari komunës së Gjakovës u shpreh se me këtë titull është nderuar edhe Gjakova e Kosova. I nderumit nderon, prandaj ju, kryetar i bashkisë, kryetar i Këshillit, këshilltar, keni nderuar edhe Gjakovën, edhe Kosovën, keni nderuar sakrificën, keni nderuar njeriun që ka bë shumë për kombin në përgjithësi e sidomos për Kosovën. Manifestimi vazhdoi me recitimin e disa poezive me tematikë patriotike e adhëtare. Për këtu ka ndonë jetë në sytë e nonave mollë lot, në kujtes popullit për jetë e motë.